Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Piper, unë jam Alfio dhe sot për ju kam një recetë fantastike. Sot do gatujem bashk gnocchi me krem gorgonzola dhe arra, super, një shije shumë të veçantë, por ama shumë të mirë. Merrni shënim gjithë ingredientët që na duhet për recetën e sotme. Gnocchi me gorgonzola. Për 4 persona ju duhet 300 gram gnocchi, 150 gram gorgonzola, 50 ml pana, 50 gram sallat mix, 50 gram pomodorini, 50 gram arra, 50 gram grana padano, krip dhe piper. I more gjithë ingredientët që na duhet për recetën e sotme, shumë bukur. Unë kam edhe një ingredient shumë special sot, do i këndojmë pak recetës tonë. Do gatujem me mu Venera Lumani. Ciao. Okej, ciao. Si je? Mirë. Këtë. Talëm gotë, okej. Mirë. Të lash dorën prap, si përfundim, ja. E po do marr gotën prap. Je gati të gatuash? Jam super gati, gjithmonë për të gatuar. Se unë di që ti din të gatuash apo jo? Po, ta thash unë aty. Ja ti do rish tu. Unë do ri aty prap marr gotën e shkoj atje. Tak. Sot kemi shumë pak ingrediente, edhe veç që ti bëjmë vetë gnocchi, që të lodhemi, të përzim, miell, patatë, gjona. Do përdorim gnocchi konat, janë shumë të mira, edhe janë si ti bëni ju të shtëpia vetë, janë super të freskëta, edhe janë të shpejta, thjesht këto i zini edhe. Se këto për ndryshe bëhen edhe vetë këtu, po marrin kohë besoj. Marrin shumë kohë, që e kemi bërë shumë të thjeshtë sot, por ama duhet shumë e mirë. Edhe për të rinjt janë më speciale, kështu i marr thjesht i hedhim në ujë. Tek ku jeti? Po, është Majdanos. Pastaj, to salladorina do i vendosim bashkë me pomodorinë në fund të pjatës. Mirë. Në fund të pjatës. Tu kemi djathën gorgonzola, nuk e di të pëlqen, po mu pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Edhe djathën kemi bletë kona, normalisht djathë italian shumë qelësor. Edhe kjo ka përzierje me mascarpone, kështu që është shumë i lehtë, nuk ka të shihen shumë të fortë sikur mund ta gjejmë në supermarkete të tjera. Po edhe ajo shija e fortë, mirë është, e lezetshme është. Dhe përzim me bazë qepe do dalin shumë e mirë. Do përdorim pak pana, edhe gjalp, pak djathë parmigiano, djathë grana padano, Tani, mirë. do presesh pak pomodorini. Ja. Në rregull. Domate të vogla, si i thonë shqip, nuk e di. Dhe do përzim sallatën këtu. Do bëjmë sallatën? Sallatën e pomodorini do i presë kështu katërshe. Katërshe, okej, mirë. Thikat janë shumë të brenda. Po deshe përdore të voglen. Jo, është më e mirë kjo madhja. Okej, ndërkohë unë. Mo Alfio. Tani do shovish ti konkurentin tënd të radhës. Kujdes gishtat ama. Ndërkohë unë po qiroj qepën dhe do e grim shumë im. Spostoj gjithë gjonat tu. Tak. Kujdes ama gishtat Po. Se i drejti ma ka prek gishtin edhe i ka prek e qfarë. Po ti ke edhe një djalë tjetër, ku është ai? Është duke bërë fizioterapi. Po? Se e preu ashtë keq gishtin që i preu tendina dhe nuk e lvizi fare. Seriozisht e ke ti? E por nuk e preu me thikë, e preu me shishe. Po shërohet edhe pak do vinë prap tu. Ai më vjen shumë keq. Të bëjmë misionin si shduhet. Okej. Po ti të na kishe bëjë ndonjë supë sot, se unë jam çik si me grip, po. Kishe kohë e fundit kam bërë vetëm kështu supra. Vërtet? Edhe më thanë edhe çuna se çunat i provojnë gjithë gatimin, thanë, na çmendë me këto supra, më thënë na bëni pasta në gjë. Tani është shumë e rëndësishme që të grihet qepa shumë e imët. Do e grim shumë holl që mos të duket fare. Edhe do e skuqim derisa të shkrihet. Gjithmonë më ka bërë përshtypje kjo puna e kuzhinierëve, domethënë se si e prisni këtë qepën kaq holl, kaq imët. Të mëson eksperiencë, unë kam 14 vite në kuzhinë, kështu që ka filluar shumë i vogël. Domethënë është thjesht punë eksperiencë, ëh? Po. Po sa qep kam gri unë, po prap se bëj do ta. Se ne presim edhe duke mos e pa fare qepën. Shive të lutem bash zotin shive. Kthej sy të shive. Mirë. Tani do e grim qepën shumë mirë, edhe do vendosim një tenxhere, përdorni gjithmonë një tenxhere, mos përdorni tigane, sepse pastaj kur do i hedhim gnocchit brenda, që mos tjetë shumë e vogël, ma mirë punoni në bërgjënat gjëra. E ndezim, tik. Ma Alfio, po kush e lanë pasaj këtë tenxherën? Lavastovilja që qërë zoti e kanë kriju. Unë s'ka ma shumë shpi, mua mi lanë Lindi. Lindi është i dashuri? Po, është i dashuri. Jeni njoftur të The Voice, apo jo? Të The Voice, po. Po unë të mbaj me në ty për i të Masterchef. Biles jemi takuar disa herë ati, po tisë më mbaj me në. Hajtë zërë njerë, po se si kur atë vit ki qenë ti, Kam qenë një vit më pas. Jemi dy fitus tu. Fitusi e The Voice-it, fitusi Masterchef-it. Fitusa. Tani, të të gjerja do hedhim shu në një vaj altis. Pak gjalp bitam. Ashtë shumë i mirë, beri pak herë. Ashtë fantastik. Perfekt.
Kemi edhe gjalpin vitam që shumë i mirë. Edhe do i shtojmë pak gjalp. Të marrë çik fasoleta? Vla, u bëre me vaj. Kujdes mos të shkasë tika. Jo, unë bëj fytyrën me vaj. E bëj me avokado edhe shumë e mirë për lëkurën. Avokado më shumë mirë për fytyrën, për lëkurën. Ja, tani do presim që të ngrohet shumë mirë. Do marrim një kështu lukdurit. Këto po mund të hedhësh këtu brenda, se do i marinojmë pastaj dhe do i përdorim te baza recetes. Sa u bo Alfi. Opa. Okej, e presim koma im qepen. Mirë. Brava, në rregull. Tani, shtojmë qepen të brenda, se është ngro. Hajde përzije pak, që mos digjet. Po. Po. Ej, po s'na bërë fare humor. Zakonisht i bën shumë humor të emisionet e tu. Me vërtet? Po. Po varet. Varet nga... Jam edhe qikës moshëm, ka kap kë gripi tani që është... Ajo që s'bëj, a? Që të do ikës nga këtu me grip, do dish një recetë shumë më shumë, po... Por unë jam me grip, se mos i ishtë instrumentit. Jam shumë me temperaturë, keq fare, po s'ka gjë. Tani, kemi vendosur një tenxhere kështu me ujë, edhe do i shtojmë pak krip. Keni kujdes me kripën, mos e teproni. Unë e hedh kështu me sy, po zakonisht në një tenxhere e madhe duhen 2 lug krip. Edhe kemi edhe tabletat Knorr. Po si ja qëllon ti kështu me sy? Me sy. Eksperienca. Prapë eksperienca. Po si thash, për një tenxhere kaq ujë, duhen 2 lug gjedhe plot krip edhe është në rregull. Pastaj do i shtojmë një tabletë Knorr. Tash e fusun këtë? Po. Si jep shu aromë vegetale, ka gjitha ingredientet, është naturale. Është sa mira hedh edhe unë, eksperienca. Eksperienca, ta. Dërgoj qepa po digjet. Eksperienca. Ja, që do shkuqet mirë qepa. Edhe të bazë e qepës, i vendosim pak krip edhe pak piper. Hajdu. Ta bëj unë. Vaj. Në rregull. Edhe tani unë do pres gorgonzolën. Ti dhe që din që do bësh ti? Po. Do thesh pak arra. Do thej ca arra? Me këtë çakiçen, duke bësh zhurmë. Ta zgjojmë ku shiu nga gjumi. Kujdes mos kërcejnë ato arra djathtas majtas. Do qirosh gjitha, pastaj do i presim në vogla. Këtu? Po. Okej. Jepi shumë një kolbo, vetëm një pam. Opa. Edhe të hapen shumë mirë. Edhe i lë këtu anash. Yes. Si Këtu e fillim. ulim zjarrit. Pastaj Edhe e skuqim qepen me zjarr shumë të ulët. Që të shkrihet po bëj komplet. zhurmë me këtë. Ha? Jepi. Kujdes gishti. Po ti, po se le gishti të sipër e gjithë. Vaj kështu. Hajde s'ka gjë. Jo, më po hiku thoj, jo për gjë. Hiku thoj, fjup. Kur shkon t'i bëj prapa man. Unë po i hek këtu nga lëvoshka. Dhe bëjmë vendin pak pis, nuk ka gjë. Ato që të thej unë t'i heqësh ti nga lëvoshka. Mirë. Okej. Ide më e mirë. Ja, ri këtu ti. Po. Okej, bje që kitchen. Qepen e ki harrua, po të kontrolloj unë? Jo, e fikëm. Jo, po, a tham që e fikim. Ka se nuk e fika, thjesht kam ullë shumë zjarë që të shkrijet. Ja, heqim to. Okej. Janë arra edhe këto kam marrë të konat. Dhe shiko se mirë qerohen edhe ka një shije fantastike. Edhe gorgonzola me arren janë gjëja që shkojnë më shumë. Po, perfekta. Normalisht mund të hedhim vetëm gorgonzola, do i hedhim edhe pak pana. Kemi një pana shumë cilësore, konat. Edhe në fund fare do i hedhim pak djathë grana padano. I staxhonuar 24 muaj. Shumë i mirë. La, sa shumë arë. Unë jam një fan i madh i djathërave për ndryshe, më pëlqejnë shumë. Djathrat më pëlqejnë shumë. Të pëlqejnë shumë? Po. Nuk ka shqiptar që nuk i pëlqejnë djathrat, përveç Indritit. Se Indriti për shembull nuk janë djathë. Vërtet? Kush është ai? Indriti është atje? Jo, Indriti është të fizioterapisti. Okej. Është në Tajland tani po bën ca pushime se duke pas pushime që ka vrar gishtin, ka thënë pse mos shkojnë në Tajland me dashurin, ka ikë me dashurin në Tajland. Edhe sa të kthehet do futet në punë për xhirime direkt, se ka gishtin në rregull. Çoj një foto dje ishte duke i dhënë motorit, se kujdes gishtin mos rrëzohesh mos ta vrasësh prap. Se ngela prap vetëm pastaj. Po. Po ti pse e lejove që t'ike? Po çfarë bëj? Po si çfarë bësh? Gishtin prishur e ka, kështu që ka një gisht të prishur. Më mirë kam thua akoma me fol shqip tamam. Jo, unë do thashtë që parë, ky emisioni vetëm shqip që do t'tinglloj, sepse unë nga Maqedonia, ti Bërë me nishe mamaja një shokut ton, shoku jonë është italian, edhe erdhi nga Italia. Opa, mamat. Ta du shumë mamin ta du shumë.
Edhe kjo tha është italiane, tha dhe e gjitha duke parë tha emisionin tuaj edhe thash po ti kupton që? Po tha kuptoj. Në një herë ja flasim nga i fjalë kështu italisht. Ti Venera po mund në këngë të kohët e fundit? Po. Janari është i gjithi i studios, kështu që do mbyllem aty dhe një muaj i gjatë në studio, sepse duhet të përgatisim këngë të reja. Super. Po. Ja tani këto i heqim? I heqim ato. Edhe ato arat dhe i presesh me thik, ti grish, jo shumë të vogla, por të grish goxha. Duke patur kujdes gishtat gjithmonë ama, që mos shkojmë te spitali. Dhe kanë pa i herë kështu me vrap, me gjak, me gjonë. Pra, tu te uj kemi shtuar tabletën Knorr. Këto do t'i presim, thua ti. Ja, më merr kështu. Po pse si bëjmë kështu? Po, si ta kesh më mirë ti. Po, pra. Okej. Edhe kujdes me thikën, mos e është si bris. Gnocchit i kemi gati, mund ta hapim. Ti bëjmë gati për ti vendosur për zgjidhje. Hapu, okej. Tu, tak. Okej. Super. Tani, do e zhveshim gorgonzolën nga kjo letra metalike, duke patur shumë kujdes. Sa bukur që nga vesh gorgonzola. Gorgonzola. Si thon kësaj? Gorgonzola. Gorgonzola. Apo si themi ne këtu në Shqipëri djath me myk. Por më kjo është myk i mirë, i shëndetshëm që të bën mirë, kështu që nuk ka që robi mendon myk, djath me myk nuk e dua. No. Djathi më i shtrenjtë në botë është ai i cili ruhet në myk. Unë kam Dajën. Si unë kam provuar një djath që ka kryma brenda. Jo. Po, shumë i mirë. Edhe e kanë heq kështu, nuk është më i ligjshëm në Itali, por në restorante luksoze përdoret akoma. Kushton shumë shtrejt edhe shumë i shpivur po të shikosh, por të provosh djathin normalisht pa kryma, është shumë i mirë. Unë kam provuar shumë lloje të djathtrave sepse kam Dajën që jeton në Zvicër, në kufi me Francën diku, edhe mirret me djatra, është një. Po Italia ka djatra shumë të mirë. Edhe është. Ja të tregoj një sekret për me prek gorgonzole që mos ngjitet të thika. E lag pak majën e thikës në ujë të ngrohtë, edhe ikën lëkura, nuk ngjitet fare të thika. Shiko. Tak. Okej. Edhe lëkurën e hedhim poshtë. Super mirë. Ka shumë e fortë, nuk e ham. Edhe gorgonzola e shtojmë mrena te ku kemi skuqur qepen, që të shkrihet avash avash. Qepa? Bashkë me qepen. Edhe do shtojmë një pako panna konat që kemi këtu. U preve, kujdes. Fina shikoj pak. Ishte nga kjo, nga cepi këtu. A baba. Tani do presim komplet gishtin duket. Po. Majqik? Fini Mirë. doktorin. Ja ta tregoj unë një sekret. Më duhet pak piper. Po. Ta grim pak piper. Kryo piper. S'ka piper. Pas ka marru piperi mrenda, marrim te. Tani ti nuk e di din, por piperi e bllokon atë daljen e gjakut. Po. Edhe nuk të djeg, kështu që bie gishtin. Ta vëm këtu. Brava. Tak. A djeg kjo? Jo, nuk djeg. Po djeg. Djeg apo s'djeg? Jo. Ego. Ma e shumë edhe ti pas një ore nuk do kesh më problem. Tani mund të përzish këtë, ndërkohë që unë hap panën, po i pres unë arrat, që mos presim në gisht tjetër. Po më tjetër. duket se janë tamam arrat, apo duhet akoma edhe më shumë? Urime sepse i ftuar e parë që dëmtohet në emision. Vërtet? Ua, do më marrësh prap. Do me thënë, ka pas shumë rreziqe që kanë qenë duke u prerë shumë keq, por kemi ndaluar kohë. Vërtet? Opa, tani maj edhe herë pak me letër. Heje se nuk është asgjë e madhe, thjesht po e bëj për show. Kam. E kishim shkruar në skenar që të prije postafat. Po pra. Ja e përzim. Okej, përzim mirë avash avash. Ma e gishtin s'ka problem se do kaloj. Tani ti përzije shumë mirë këtë, un po grin gjitha arrat. Tak. Do i shtoj mrena gjitha tani, që të zbuten pak, mos të jetë shumë kerce. Si shkon gishti? Shumë mirë. E dhem shumë? Jo, fare. Okej. Po na sjell një manikot tani, që ta vendosesh. Opla, shtojmë edhe arrat. Do i shtojmë të gjitha. Edhe do e lëmë që të zije vash avash. Derisa të shkrihet qepa, arrat, gjitha me radhë. Ku është topa gishtit e jote? Do e ruajmë për dekor. Vek. Tak. Thash unë gri kështu. Kishe bosh i thash unë, nuk duhet që pre. Po pra. Po me qaj e preve, me këtë majnë e thikës? Me këtë cepin këtu. A, me cepin, se thash është si bris kjo dreqja. Po. Nese, s'ka lidhje.
Alfio, po ti, të recetat e ditës. Sa herë prej unë kam qenë i vogël e zot. Sa herë kanë qenë në spitali me vrap. Edhe unë shumë e vogël. Të gishin këtu për shembull, e kam prej gati komplet. Pash zoti. Do të thonë u ka varë kështu. Si u ka varë? Edhe më tha shefi atëherë, tha, ku do shkosh ti? Spital? Tha, jo, tha. Unë kështu izolant nga ato për elektricista, të gishti. Tha, vazhdo punën, pastaj ikim në spital. Okej. Shumë të këshirë. Tani, do grej pak nga ky majdanozi, pak, do e grim pothuajse gjithin. Për me grim majdanozi me e grim mirë, do të mblidhet shumë, edhe me thik, shumë të mpret, dhe presim shumë zhuljen shumë të hollë. Dhe ko pik pak verti, bo tap që mos ndihesh dhimbjen e gishtit. Me një gotë verë lirisht mundem të bëhem tap. Seriozisht, nuk kem Se duroj dot alkoolin. Se duroj dot, do të thënë, s'më man trupi. Nuk ke nevojë me harxhu lek për të më bë tap. Fikse. Ja, e grim shumë hollë majdanozin, për të mos prejem edhe unë se pastaj jemi në rregull. Tak. Oh, erdhi me një kota vetëve unë. Gracias. Kemi 2 copë deshe. Një futen xhem. Mirë. Këtë këtu të vendosu. E ke gishtin, e ke pastër, do të me pastru? Okej, super. Ta pastrojmë? Jo, shumë mirë. E që thoni ju, ky emisioni vetëm për që s'ju mësoj se si të gatuan një njoki. Bla, ku është preja këtu? Perfekt. Aty është. Super. Edhe këtu. Voila! Rofsha. Siri gishti. Siri. Grim edhe majdanozin që kanë mbetur. Okej. E grim shumimit. Çak. Tu te pomodorinë se harruam të thënë. Po. Duhet pak krip dhe piper. Normalisht. Fajalti, se shumë i mirë. Edhe e lehtë të marinohet, duhet me përzi pak merr 2 lugë dhe përzi çik. Ja, okej, 1. Ja, 2. Edhe 2. Sa e pash. Donjëherë shumë gatrohen syt me njëri tjetrin. Tu, ndërkohë është gati, edhe do vendosim njokit t'i zi mrena, duke patur kujdes rreth larg se mos kërcen ujë. Voilà. Njokit janë gati për 5 minuta, por do shikoni që janë zier edhe e kupton që është zier tamam kur njokit vinë sipër ujit edhe notojnë sipër. Okej? Tani, do shtojmë majdanozin salcës. Po. Okej? Shtojmë pak edhe fuqinë e zjarrit. Duket shumë e shijshme. Na këndo pak ti, mos e këndoj më... Kujt i këndojmë? Ti këndojmë salcës? Va, këndoj salcë, këndoj në një këngë për gjatë. salcë, për shembull. Va, e këngë për salcë. Prit. Improvizoni gjohë, s'ka problem. Që të bëhet më e mirë. Së shatë që thjeshtë, në momentin. Nësë jam kompozitore. Nga langu i vetë i zhirjes. Shikom, sa e robe. Shumë e mirë. Tani, ki përdojnë në njëherë kështu qirus patatësh. Po? Di që përdojnë të në për djatin. Po, ti bërë ato fetat e kolla. Mani kuptu, hajde. Ja tani që s'ke më justifikime se ki gishtë në regull. Ka për qikte? Po. Edhe, tak. Të hollat, po. Fje holla. Kështu e bëja dhe unë. Se doja vendosim sirë, pastaj njokive kur t'jen gati. I majmë njokët të përzirë, që mos të ngjitëm me njëri tjetrin. Edhe, do ishe shumë mirë t'i vendosim një fije vaj altis, edhe mren të ujë zirje, se bëhen më të mira. Edhe njokit marrin shijen e vajt. Edhe normalisht gjithashtu do marrin shijen edhe të perimeve që kemi hedhë tabletin e Knorr. Kujdes gishtat edhe me këte, se kjo me qiru gishtat është njëshe. Hajde se njëherë bëhet gabimi. Okej. Salca është gati, për të provuve pak. Unë si për syrin e keq e vrava gishtin sot, se në përgjithësi nuk është që... S'ka gjo. Në si ka që të mësos recetën, edhe që të pëlqej, pastaj në fund. Po. Atë një, dinë që është shumë e rëndësishme mirë për njokit, po për çdo lloj paste, do zihet gjysma në ujë. Gjysma tjetër zihet gjithmonë tek salca. Okej, kjo kaq mjafton. Sepse ç'a ndodh, kur zihet salca, pasta lëshon amidonin e vet dhe bëhet kremoze, edhe e thith mbrëm shihet. Edhe bashkohen shumë më mirë shihet ndoshta, po. Bëhet një masë më homogjene, okay? Ja, kjo është gati. Nuk do të zihin shumë, se pastaj gorgonzola dalet me panen. Ja, bje këtu, dhe këtu s'ka problem. Mirë. Se pastaj largova unë. Jemi akoma me atmosferën e festave, Akoma sot shkojnë në për qendra komerciale Gjon në Vedinë, akoma këngë të festave. Kanë marru, po. Është
atmosferë e bukur, apo jo? Okej, kur kam qenë i vogël, kam pas përjetu më bukur, prisja dhurata, gjona. Qa thu ti mua s'më zinte gjumi gjithë natën? Prisja babagjyshin e vitit 3 për dhuratat. Ka të bëne dhuratë bukur si vjetë? Po, kam arisa dhurata. Sa me fatë që eke. Nuk do t'i thua, s'ka problem. Jo, më s'ka lidhje. Po s'ka marrë asnjë, s'me donë asnjë. Edhe unë kështu veç për vitëri marrë. Unë nuk dua dhurata. Ka bërë një dhuratë vogël e dashura, Pse nuk do dhurata? Nuk, unë mendoj... Dhuratat i do edhe mbreti, që a thotë. Ja, dhuratat bëhen kur e ndjen robi, nuk ka se është festa dhe bëhen... Do të se ndjeva as kushte dhe prandaj se bën dhurata me ndonë ti. Pastaj unë nuk du dhurata, du lek. Okej, merri lekët si dhuratë. Se dhe unë një dhuratë ashtu e kisha, me zarf. Me zarf, super. Piko. Dhurata më e bukur. Pastaj shkoj e blej që do vetë. Ja, shiko se janë gati njokit, që kanë shku sipër, po notojmë. Po, notojmë. Tani, mikullojmë. Salsa buzin këtu, edhe i vendosim rëndë salsa... super. O Alfio, po këtë bën ti gjithmonë kur gatuan? Unë e bëj pis gjithmonë kuzhinë. Seriozisht? E bëj, jam të mërshëm. E tani do të mi përzi, derisa të thithin komplet salsën. Wow. Tani aromë. Kush do i haj këto, përveç meje? Ti do i provosh, janë që shkoj 1, 2, 3, 4, edhe nga regjia po më bërtasin, kështu që janë pak po quna. bërtasin nga regjia, unë. Unë do ruaj për Nencin edhe për vete. Pastaj ju e bëni qa doni. Mirë? Ka për të gjithë. Pak i dua dhe unë. Hajë quna mos e bëni me rak, s'ka recept tjetër pastaj. Ose do e bëjmë si ato pjata degustuse, vetëm nga një top në mes. Nga një njoko, tak. E seriozisht, kush është idea e gjithë kësaj? Idea e sajt është që ti të bësh gjëra shumë të veçanta, po nësa me shije shumë të fort, po, shije shumë të fort, por ama do të bësh 12, 13, 15 pjata degustim. Po është një lloj sikur se ta bësh këtë, thjesht do e shpërndash për pjata. Ti thjesht do lash më shumë pjata. Po, ti fiks ashtu është, po që se ke shumë të ftuar, për shembull, do që ti të ftuar të provojnë maksimumin, do i bësh 12 pjata me nga pak. Jo, po ta them sepse di ç'a ndodhi. Ishim në një vend ku domethënë ishte ideja e kësaj pjatave degustuese dhe unë hëngra 13-14 pjata me nga një gjë të voçkull kështu. Të njëjtën gjë. Sepse po më pëlqente dhe desha ta. I bjen unë nuk degustova, po unë hëngra. Çfarë ishte ajo? S'ta them do që ishte, ishte një gjë me mente, që kishte... Se mua më pëlqen shumë kur kombinohen e kripura me të ëmblen. Ka shumë kombinime që mund bëhet kripura me të ëmblen, e atha me të ëmblen, ka pa fund. Edhe që se kuzhinjeri është shumë i mirë. E ishte një katrore e voçkull kështu që... Mund provosh eksperiencë fantastike në një restorant që se provon shumë gjëra të mirë. Ja tani këto njokët i lëmë të zim, i kemi gati. Tani jepi vendos pak sallatu dhe fundi pjatës. Okej. Sipas shijeve tuaja, se këtu po e thithin gjithë salcën njokit dhe po bojnë super. Ole. Jo, të qendra! Ti dhe të qoshi? Që të mërë, pet. Mirë, duam pjatë tjetër. Ja, pjatë tjetër. Se bëm piste. Se e laj unë pastaj, s'ka problem. Qire. Se do vendosim në mes. Po qlidhe ka është në qendër, është në qosh, a do konsumoj gjithësi, edhe syri pjesën e vetë. Jo, ma syri do, po ja unë e kam e qosh të zëmë. Mirë. Tu në mund mes, edhe pastaj do habesh qik. Jam unë këtu. Njokit jënë gati. Okej. Super. Pak jo shumë, hedh pak pomodorini. Kjo është. Të i hapi qik, që ti bësh një sipun shtratit. Ja, shive. Edhe pak fare. Këtë e fundi pjatës. Edhe mu në mes të vendosim njokit që janë gati. Edhe mu pëlqen t'i bëjmë me shumë salë, sepse pastaj në fund fare kur ka marru pjata, të ngele salsa, bëhet skarpeta quhet me bukë. Këtë marrë një shumë me... Okej, që t'i shërbejmë. Hajde ullo ti, që duhet pravosh. Kujdes se më mos digje, se janë shumë të ngrota. Edhe ajo më mbeti. Che buono. Tarararam. Shiko sa kremoze janë bë. Po, shumë të mira. Edhe pak djath grana padano.
Gnocchi me gorgonzola. Për 4 persona ju duhet 300 gram gnocchi, 150 gram gorgonzola, 50 ml pana, 50 gram sallat mix, 50 gram pomodorini, 50 gram ara, 50 gram grana padano, krip dhe piper. Ashtë ngrohtë? Është shumë mirë. Shumë mirë? U knaqja. Ja, ju thash? Bëra gabim që A ishte shumë e thjeshtë? mora pak arr. Po. Thjesht. Kështu që me pak ingrediente, por ama cilësore, i gjeni të konat, mund bëni receta shumë të mira. Kjo është receta jonë për sot. Faleminderit që ishit me ne. Ne shifemi nga Hana deri premte në orën 6 krip dhe piper me receta super dhe me të ftuar super. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim. Ciao.